Mirëmëngjes, si kundër besoj jeni ndjeni. Dua të flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të ndukej e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vet, ta tërhiqin zvarr në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vet në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin. Ju mirë kuptoj dhe mbase duke pasur parasysh se çfarë kam bërë kur isha në anën tjetër të barikadës, do kisha bërë dhe më keq se ju. Po të më thoshin se ajo tokë është e shtetit dhe se shteti po ja fal të huajve. Madje kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas, edhe legjenda se shteti po ja fal atë tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Po të më thoshin se aty janë futur ca rus, që në bashkëpunim me oligarkët shqiptar, po rrafshojnë zonën e mbrojtur dhe do ndërtojnë pallate. Po të më thoshin se ajo ishte zonë e mbrojtur dhe qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek të huajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare. Dhe të tjera nga ato që ju kanë thënë, që pastaj i keni thënë duke i shpërndar dhe janë shkruar duke ngritur një dallg zëmrimi dhe i duke bërë thirrje për të mbrojtur atë dheun në rrezik. Dhe pikërisht sepse unë e kuptoj shumë mirë të tërë këtë dhe e kuptoj shumë mirë dhe zëmrimin tuaj, kam 2 ditë që e pyes veten dhe po flas shumë hapur. A duhet vërtet t'ua tregoj unë tani një nga një anën tjetër së kësaj medalje me probabilitetin shumë të lartë që ju të mos besoni dhe të vazhdoni të më ngrini mua tradhtar dhe të më ulni të korruptuar dhe të shitur sa tek të huajt e sa tek oligarkët? Apo
mos vao duhet të them më falni, gabuam, nuk e gjykuam mirë këtë punë, projekti do anullohet, dhe ju të qetësoheni, të shijoni fitoren, e një kauze që e parë nga ana juaj e medaljes është vërtet fisnike. Dhe të mendoni pastaj se vërtet e mbrojtët Shqipërinë nga një e keqe e madhe, ndërsa unë, pasi ta bëj këtë, të vazhdoj të rrinë karrige, të shty kohën e pushtetit, me shihen e hidhur një humbje të madhe për Shqipërinë, për ju, për fëmijët e sotëm të Shqipërisë, që do t'jenë përfituesit nesër të këtij investimi dhe të investimeve të tjera të kësaj natyre. Po pse duhet ta bëjmë këtë? Për pushtetin, për karrigen, apo për baltën, që e marrë në fytyrë dhe që më vjen për ditë mbi të gjallë dhe të vdekurit e shtëpisë time prej vitesh. Nga turi lloj kundërshtarësh politik e mediatik, të cilët i kam duruar dhe i duroj pikërisht sepse këtë mision e mbaj ende përsipër edhe në emër të shumë kujt nga ju, që më ka besuar votën dhe sot i është bashkuar zëmëratës në rrjetet sociale, duke më treguar me gisht mua si prursin e një fatkeqësie të madhe kombëtare. Çam duhet mua karriga, pushteti, nëse unë duhet heq dorë nga vizioni që kam ndarë me ju gjithë këto vite. Gjithë këto vite duke nisur nga Shqipëria e 2 milion turistëve ku edhe paraardhësi im numëroi si turist sa herë hynte e dilte nga vendi për shërbime. Të heq dorë nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që mos ketë zili askënd. Për çam duhet pushteti dhe karriga? Që të qetësoheni ju. Dhe që pastaj nesër të vazhdoni jetën tuaj normalisht siç është e natyrshme, dhe pas nesër në vend të atij investimi të jashtëzakonshëm që përgatitet atje, të bëhet coptimi i radhës, golemi i radhës, se ju do rroni më shumë se unë dhe do shikoni se aftësia dhe kurajoja për ta rikthyer Shqipërinë te golemi është e gjallë dhe e gatshme, po t'i bjerë prapë në dorë Shqipëria. Të heq dorë nga vizioni dhe nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që nuk ka frikë të hyjë në ligën e kampionëve të turizmit global. Dhe të rri këtu në karrige dhe në pushtet, duke bërë sikur udhëheq një vend që trembet nga sfidat e mëdha të investimeve të kësaj lige. Një vend që nuk ka frikë të përballet me rritjen e vet. Nuk është më Shqipëria ku nuk afrohej asnjë investitor, është Shqipëria ku të gjithë investitorët duan të vinë. Është Shqipëria 12 milion turistëve. Është Shqipëria që unë e kam ndarë me ju kohë më parë. Duhet hyj tani në
elitën e turizmit global me investimet cilat sjellin konsumator të nivelit lartë që i lën parat këtu. Një vend që nuk ka frikë nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliard euro. Jo si ndërtues, që ndërtojnë, shesin dhe ikin, si ata që kanë ndërtuar edhe pallate në Tiranë dhe pastaj ja kanë lënë banorëve që s'marrin dot hipotekën. Po si pronar të terrenit, të cilin e kanë bler me para, të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro, me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, po vetëm musliman nuk janë, vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë, sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kur'ani për të helmuar njerëzit me shpifje. Po si mund t'jem unë njerë kundër jush, dhe kundër vetes? Dhe si mund t'jen gazetat e Greqisë, aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke, që janë mbushur sot gjitha, me kauzën tuaj, ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësja dheut, u gjet i korruptuari, dhe ai është kryeministri juaj. Thënë këto dhe ndjes nëse jam shumë i drejt për drejt dhe mbase edhe emocional, por kjo është ndjesia ime. Se për mua këto janë ditë shumë të habitshme. Janë ditë të habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për nderin e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjes për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje. Tani, zgjodha që t'ju tregoj anën tjetër të medaljes, edhe me rrezikun që të mos besoni, dhe po aq hapur dhe sinqerisht sa që thash, çfarë ju thash deri tani. Vllazërisht,
Kur unë kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime, as që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja u shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht adetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një mjedis të mbrojtur, një vend sovran e tjerë, dhe si ju kanë kthyer në pjesë të një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë, por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen e Shqipërisë. Unë shtu e shoh. Dhe dua ta ndaj me ju që kam menduar këto ditë edhe për një film. Një film që na identifikoi ne përpara botës, kur bota na dinte njerëz me bisht, dhe jo në vitet para erës sonë, po në vitet e demokracisë. Na dinin njerëz me bisht dhe u bën të njohur ne, shqiptarët dhe Shqipëria, përmes filmit Walk the Dog. Rekrutohet një producent i famshëm i Hollywoodit, i luajtur nga Dustin Hoffman, dhe bashkë me regjisorin Robert De Niro fabrikoi një luftë. Një luftë të trilluar të Amerikës me Shqipërinë. Si e fabrikojnë? Përmes mediave. Duke përdorur teknika hollywoodiane, pamje të rreme lajmesh, si ajo fotografia e shpërndar gjithandej e atij gardit të mallkuar me tela me gjëmba, me atë sinjalistikën këtu është kufiri midis Izraelit dhe Shqipërisë, për shembull. Këngë patriotike, si plot nga këngët që shoqërojnë videot përkatëse. Heronjtë sajuar dhe ngjarjet organizuara me shumë kujdes, dhe krijoi një krizë të madhe, pushton titujt kryesor të mediave dhe zhvendos komplet vëmendjen e publikut, që përfshihet totalisht emocionalisht në luftë me Shqipërinë. Dhe bëhet i gjithi i bashkuar për të shpëtuar një ushtar amerikan që ka mbetur në vijat ku janë armiq, domethënë ku janë shqiptarët, ushtria shqiptare që po lufton me ushtrinë amerikane. Dhe konflikti i fabrikuar e kthen opinionin publik komplet aty ku donin manipulatorët. Është film. Më është kujtuar këto ditë. Dhe këto nuk janë gjëra që ndodhin më në filma, fal rrjeteve sociale, këto ndodhin në shumë vende të botës. Tani, të kalojmë nga filmi realitet dhe në realitetin e kësaj anet medaljes, për t'ju thënë se në cilat pika ndryshon komplet ngjarja, historia dhe pamja e këtij investimi. Projekti ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023. Pra 3 vjet përpara. Dhe ka nisur si një interesim
bashkë me Sazanin. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qënë, Sazani është tokë publike, ka qënë një dëshirë dhe një ambicje e kahershme edhe e qeverive të tjera dhe e kryeministrave të tjerë për ta kthyer në destinacion turistik. Ne jemi të gatshëm që të punojmë me ju dhe keni parasysh që ajo tokë nuk shitet. Dhe ne duam që shteti shqiptar të jetë pal, ortak, shteti shqiptar. Qeveria e kryeministrit tuaj, që e keni votuar dhe që sot, duke ju bashkuar zemëratës, e konsideroni shitës dhe të korruptuar. Shitësi dhe të korruptuarit bënin Shqipëri një euro dhe merrnin pjesën. Nuk e jepnin shtetit pjesën. Po kjo është histori. Ndërsa, kemi thënë, për projektin e Zvërnecit, duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Dhe copza që mund t'jenë shtet, janë krejtësisht papërfillshme për ambicien tuaj. Kështu që merruni me pronarët. Ky është fillimi 2023. Ju e dini shumë mirë se kush janë njerëz të interesuar, se e di gjithë bota. Dhe këtu duhet ju them diçka. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Por bota ka hesape për të larë dhe ka luftrat e veta për të bërë. Prandaj edhe projekti ka pasur qysh sa po ka dalë fjala interesimin e gjithë mediave amerikane dhe europiane. Por me agent, jo për të informuar popullin e tyre se sa shumë po zhvillohet Shqipëria, po për të gjetur gjilpëra në kasht. Dhe prandaj, investitorët kanë angazhuar ekselencën botërore në arkitektur, në inxhinieri, në mjedis dhe në aspektin juridik. Ndërkohë që ne, do t'ja u tregoj hapat, administrata shqiptare kemi mbrojtur interesin tuaj. Interesin tim që është dhe juaj, interesin e vendit, dhe kemi bërë detyrën jo thjesht procedurialisht, por profesionalisht dhe patriotikisht. Kam parë imazhe të projektit, kam parë pallate. Ku i keni gjetur? Ku i keni gjetur? Ato nuk kanë lidhje me projektin. Projekti i vjetër, do t'ju informoj, është rrëzuar dhe është rrëzuar nga administrata shqiptare. Dhe ju është kthyer mbrapsh, dhe ju është thënë ndjes, po ne kemi kërkesa të larta dhe duam standarde shumë të larta. Jo se ishte i keq, po ne doni më shumë. Dhe doni më shumë për ju, jo për vete. Për vete si për ju. Toka është e regjistruar në hipotekë prej shumë vitesh. Dhe negociatat me pronarët, transakcion me pronarët, janë një çështje mes palëve në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk
ka qenë nevoja të hymë dhe nuk kemi pas asnjë interes të hymë. Ne jemi të fokusuar tek Sazani, për të cilin akoma nuk kanë përfunduar negociatat, miqtë e mi. Dhe dini pse s'kan përfunduar negociatat. Se ne duam pjesën e shtetit shqiptar dhe negociohet. Rrethimi i pronës është bërë bazuar tek leja e zhvillimit. Do t'ju them më pas që është dhënë leja e zhvillimit, të cila nuk është leje e ndërtimit. Por rrethimi i pronës është një drejtë e çdo pronari kur merr lejen e zhvillimit. Nga ana tjetër, a ka pretendime për pronësi mbi atë territor? Për herë të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e Ministrisë Jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë. Ose siç ka ndodhur më parë me shqiptarë edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një grup rojesh private. Dhe që të ngrihet shteti në këmbë dhe të nënvizoj etnin e protestuesit, kjo është diçka që sipas meje nuk i shërben marrëdhënieve tona, që janë përsëri në ditët e tyre më të mira. Por këtë e futa këtu për të thënë diçka tjetër, që pretendimet janë legjitime, por ato zgjidhen në gjykata, sepse ndërkohë titujt e pronësisë janë baza e çdo veprimtarie dhe jo pretendimet. Siç ndodhi dhe atje lart në Baksuriol, ku toka ishte e blerë nga pronarët atje që kishin letrat. Disa të tjerë ishin pretendent, por nuk mund të zhvillohet dot vendi nëse mbetet pezull mbi titujt e pronësisë dhe mbi pretendimet. Pas gjithë katrahurës që ne kemi trashëguar për fat keq. Ndërsa e drejta për të protestuar është një drejtë që nuk mund të vihet në diskutim në asnjë mënyrë në këtë vend. Dhe është një drejtë cilën ne kemi mbrojtur qysh nga dita e parë, edhe me koston që të kemi në disa raste dëmtime serioze të forcave të policisë. Por sulmet politike mbi projektin nga forcat brendshme që predikojnë ose të kthehemi në komunizëm ose urrëtitjen ndaj shteteve tjera apo nga forcat jashtme nuk e duan këtë projekt. Nuk e duan, shumë e thjeshtë. Nuk e duan. Kjo është konkurrencë. Ne kemi hyrë tani në një territor shumë të ndryshëm nga që kemi qenë. Sepse ky projekt, së bashku me tjerë, po ky, siç e ka ngritur vëmendjen globale ndaj Shqipërisë, e ngre Shqipërinë në një nivel tjetër me realizimin e vet. Totalisht. Natyrisht që sjellja e kompanisë së sigurisë ishte e neveritshme dhe jo më pak e neveritshme ishte dhe sjellja e drejtuesve të policisë vendore, gjë për cilën
ka pasur reagim të menjëhershëm nga ana e leadershipit policisë shtetit, qoftë me shkarkimin e drejtorit policisë Vlorës dhe vendosjen në hetim të gjithë zinxhirit, qoftë me heqjen e licencës së aktivitetit të kompanisë, pra ajo kompani nuk mund të operojë më në Republikën e Shqipërisë, qoftë me arrestimin dhe vendosjen në ndjekje penale të rojëve të sigurisë. Ndërkohë që nuk e di se çfarë tjetër mund të bëjë shteti dhe nuk kuptoj pse shteti duhet të jetë target në këtë rast. Nuk ka asnjë relativizim të dhunës, përkundrazi, për shkak edhe të relativizimit që ju bë dhunës. Nga në komunikatën e policisë vendore të Vlorës, ku u tha një e pavërtet, u bë edhe shkarkimi, edhe vendosjen e hetim e gjithë zinxhirit. Tani, më lejoni t'ju shpjegoj një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme për ju edhe për mua. Dhe më lejoni ta nis pak nga larg, se e vërteta është gjithmonë e mërzitshme. Gënjeshtrat janë zakonisht argëtuese. Është shumë më argëtuese të shikosh një video me një pelikan që e merr përpara eskavatori, se sa të dëgjosh rrugën e legjislacionit shqiptar për zonat e mbrojtura, duke filluar nga një fakt. Ka qenë kjo shumicë parlamentare. Kjo këtu, e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ka qenë qeveria e kësaj partie, dhe kam qenë unë kryeministër, në mandatin ton të parë, kur kemi bërë futje në mbrojtje të Republikës së Shqipërisë në të gjitha ato territore të kërcënuara. 2017. Por, ajo që duhet ju them si anë tjetër të medaljes, është që pishporoja, për cilin flasim, nuk është një zonë mbrojtur e kategorisë së parë apo dytë, por klasifikohet edhe si pas i UCN-s kategori e 5. Peizazh i mbrojtur. Dhe për shpalljen peizazh i mbrojtur dhe të gjitha detajet, ka një vendim qeverie, por ajo që është e rëndësishme të thuhet dhe që nuk ju është treguar juve, është që në 2017 këto kategori në ligjin ton janë të adoptuar në mënyrë të plotë. Dhe thelbi i sistemit ton të zonave të mbrojtura është praktikisht i gjithi i linjëzuar me standardet më të larta ndërkombëtare. Dhe në princip, sa më lart shkohet drejt kategorive 1 dhe 2, aq më shumë kufizohet ndërhyrja njerëzore. Ndërsa kategoritë 5 dhe rasti konkret dhe 6 janë të ndërtuara mbi konceptin e bashkëjetesës së natyrës me aktivitetin ekonomik, social dhe turistik. Pikërisht për këtë arsye, kategoria 5 nuk konceptohet si zonë pa zhvillim, sepse ajo është një zonë ku kanë banuar njerëz dhe ku banojnë njerëz sot e gjithë ditën që flasim. Por si zonë ku peizazhi, biodiversiteti dhe aktiviteti njerëzor kanë bashkëjetuar historikisht dhe duhet vazhdojnë të bashkëjetojnë. Dhe në hartën e Europës ka jo pak laguna, shumë përafërsisht të ngjashme me këtë lagunë, që janë destinacione turistike të jashtëzakonshme dhe ku ka aktivitet të plot ekonomik dhe social. Në nenin 20 të ligjit, 2017, përcaktohet qartësisht se peizazhi i mbrojtur
është një territor ku mund të ekzistojnë deri dhe qendra banimi dhe aktivitetet si bujqësia, turizmi, peshkimi dhe përdorimet tjera të territorit. Dhe specifikisht në pikën 4 të nerit 20 përcaktohet se veprimtaritë që ndryshojnë përdorimin e territorit si ndërtimet, trajtimi ujëve të zeza, autostrada, kanale lundruese, zonat urbane dhe të ngjashme lejohen të ushtrohen vetëm nëse subjekti që kërkon t'i kryej këto veprimtari pariset me leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Prandaj, miqtë e mi, ne nuk kemi bërë asnjë heqje nga asgjë. Pishporoja ka qenë peizazh i mbrojtur dhe është peizazh i mbrojtur. Do vi tani më pas edhe tek mbrojtja. Edhe diçka tjetër. Është e vërtet që në vitin 2024 ne kemi bërë një amendim të ligjit me një kërkesë të kryebashkiakëve të vendit dhe pastaj përmes deputetëve për një ekuilibër të drejtë mes potencialit për zhvillim të territoreve dhe mbrojtjes. Sepse ligji ekzistues nuk merrte parasysh në territor realitetet e tranzicionit. Për shembull, Fefi është një realitet, është zonë e mbrojtur. Si bëhet? Legalizimet e të gjithë ndërtimeve të vjetra, do me thënë të pas diktaturës në Fef, janë bërë pikërisht me këtë ndërhyrje ligjore sepse është realitet i krijuar. Ata njerëz janë banor, kanë ndërtuar pa leje aso kohë dhe mos I ngatrojmë me ata që pastaj u turën ndërtojnë pa leje kur borën vesh që të tjerë do legalizoheshin se ata u shëmbën dhe do shëmbet kushdo që do ta bëj prapa të punë, por flasim për ata që I kishin. Dhe ndërhyrjet e palishme të parregulluara duheshin njëkohësisht rregulluar. Njëkohësisht nga ana tjetër, peizazhi I mbrojtur, Pishporo Nart, deri në vitin 2020 quhej Vjos Nart, se dhe këtu është një manipulim I madh. Nuk po ndërtohet në Vjos. Nuk po shkatrohet grykderdhja e Vjosës. Zona e këtij projekti nuk ka lidhje me zonën e mbrojtur të Parkut Kombëtar të Vjosës. Zona e mbrojtur e Parkut Kombëtar të Vjosës e ka nivelin më të lartë të mbrojtjes, dhe aty nuk mund të bëhen dot rezorte. Tani të vim pak tek procesi që kanë ndjekur investitorët dhe si është qasur administrata shqiptare. Siç thashë, ata u paraqitën për herë të parë në Shqipëri në 2023, pastaj vazhduan me shtetin bisedimet për Sazanin dhe vazhduan me privatët punët e tyre. Projekti nuk u miratua në formën e paraqitur fillimisht. Aplikimin e tyre të parë, ata e kanë bërë pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit në datën 10/9/2024. Pra jemi thuajse 2 vjet përpara. Dhe në mbledhjen e datës 25/9/2024, KKT-ja e ka rrëzuar projektin dhe ka kërkuar që të zvoglohet intensiteti I ndërtimit dhe të sigurohet ruajtja e lagunës. Janë të shkruara këto. Janë në proces verbale. Dhe projekti, gjithmonë flasim për konceptin, nuk flasim për projektin e ndërtimit, flasim vetëm për masterplanin. Është miratuar vetëm pasi janë plotësuar një nga një kushtet e vendosura. Në vitin 2024, nuk u miratua
një projekt arkitektonik. Dhe nuk ka asot që flasim ne dhe që juve jeni zëmëruar me të drejt për çka keni dëgjuar, po tani më dëgjoni mua. Sot që flasim, nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar. Nuk ka, nuk ekziston. Çfarë shifni në për filmat që i prodhojnë ata që duan t'ju nxisin sa më shumë duke shfrytzuar pikërisht ndjenjën e pastër tuajën, janë të krijuara si Wog the Dog. Leja e masterplanit ka përcaktuar zonën zhvillimore, parametrat teknik dhe urbanistik. Dhe pasi u refuzua projekti, investitorët kanë angazhuar 5 studio ndërkombëtare nga më të mira në botë. 5. Janë 5, nuk është 1. 5. Emre Arolat Architecture, studio e njohur për vepra në zona me karakter trashëgimie, është K Studio, Emre Arolat nga Turqia, K Studio nga Greqia, është studio Big nga Danimarka, është Kengo Kuma nga Japonia, është dhe studio e Jean Nouvel nga Franca. Bashkë me këto studio, kompania ka angazhuar një grup i inxhinierësh nga më të mirët në botë dhe ka angazhuar njëkohësisht dhe inxhinierët e mjedisit që sot që po flasim tani, që flasim vazhdojnë punojnë për të paraqitur studimin mjedisor. Nuk e kemi të paraqitur akoma studimin mjedisor, e kuptoni apo jo? Domethënë lufta zhvillohet sot për sot vetëm me një gjë konkrete, me një gardh të shëmtuar skandalos me tela me gjëmba, për të cilin kompania që ka marrë përsipër këtu të bëj gardhin, do paguaj një gjop të majme. Dhe natyrisht, pastaj për ato dhunën për të cilën ajo kompania tjetër nuk do punoj më në Republikën e Shqipërisë. Në ndërkohë, keni parë që kanë ardhur investitorët. Ka ardhur dhe Zonja në Vlorë. Nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë pushime, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë fotografi. Ka ardhur në Vlorë me të gjithë grupin e arkitektëve, të gjithë bashkë, inxhinierëve, dhe kanë bërë gjysmëdite dëgjes me profesorë të etnologjisë, me profesorë të gjeodezisë, me profesorë të historisë këtu në Shqipëri. Profesorët janë gjallë, të cilët kanë folur për të gjitha këto aspekte dhe aty një grup i madh njerëzish ka dëgjuar, ka bërë pyetje, ka marrë shënime. Në mars të 2026, pra llogariteni nga fundi 2024-s, është paraqitur një projekt krejt tjetër, i rikonceptuar me një qasje tërësisht ndryshe, projektuese, zhvillimore, mjedisore. Dhe Këshilli Kombëtar i Territorit, pra tregtarët që për emrin tim, për llogarinë time shesin Shqipërinë, nuk e kanë miratuar të gjithin ashtu siç e kanë paraqitur subjekti zhvillues, por ka vendosur kushte përsëri të shkruar, janë me shkrim, dhe kufizime konkrete për vijimin e projektit. E para, është e shkruar, projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie në kadastër dhe në asnjë pronë tjetër të kontestuar ose që mund të rezultojë për momentin cop shtet. Është e shkruar. Laguna nuk preket. Është e shkruar. Dhe zhvillimi nuk mund të përfshijë marin. Është e shkruar. Kishte marin në
versionin e parë. Edhe në dytin, u hoq. Dhe për marinën është kërkuar që të hartohet më pas një projekti detajuar dhe konsultim me të gjitha autoritetet përgjegjëse për mjedisin, burimet ujore, trashëgim kulturor, infrastrukturën, dhe vetëm pasi të jetë parë projekti tjetër në tërësi. Nuk po ju them që investitorët thonë nuk e kemi pritur kurrë që në Shqipëri shteti do jetë kaq rigoros. Edhe pse ata kryesorët nga Shtetet Bashkuara që ditën e parë që jemi takuar më kanë thënë çdo gjë sipas librit të ligjit, asgjë jashtë librit të ligjit. Nuk kemi ardhur në Shqipëri të importojmë barsaleta edhe të importojmë filma për veten, se boll kemi ardhur në Shqipëri të bëjmë një investim për Shqipërinë, për ne dhe për Europën. Përcaktimi i brezit mbrojtës. Flas për vendimin, është i shkruar këtu. Pra, projekti duhet të konsideroj dhe të respektoj një brez mbrojtës nga vija bregdetare e lagunës, e cila do të përcaktohet pas përfundimit studimit nga studiet ndërkombëtare mjedisore dhe pas koordinimit nga autoritetet përgjegjëse. Kjo distancë duhet të ruaj peizazhin natyror, cilësinë e habitatit dhe të garantoj proceset ekologjike karakteristike të zonës. Është e shkruar, nuk është shkruar këto ditë, kur ju shkruanit që unë po shes Shqipërinë dhe po ju tradhtoj juve, po është e shkruar përpara, kur ka ardhur kompania dhe është përballur me të gjitha vretjet dhe me vendimin e radhës për t'ju kthyer mbrapsht për të përmirësuar projektin. Këshilli Kombëtar i Territorit ka kërkuar ngritjen e një grupi pune ndërinstitucional për të siguruar zbatimin e kushteve dhe kriteret të zhvillimit brenda zonës së mbrojtur. Leja e infrastrukturës në prill 2026 është dhënë për realizimin e rrugkalimeve të nevojshme për vendosjen e pajisjeve të përkohshme që do të përdoren për studimin e biodiversitetit ujit dhe lagunës. A kuptoni tani? Do me thënë, ka nevojë për rrugkalime për të vendosur pajisje që do bëjnë studimin e biodiversitetit të ujit, lagunës. Sepse si thash paralelisht me arkitektit punon një studio prestigjioze e mjedisit. Dhe për këtë arsye u dha leja, u bë rrethimi dhe makinerit u morën me gur. U morën me gur. Pa kuptuar se çfarë po ndodh dhe për çfarë po bëhet. Pasurit objekt zhvillimi janë pronë private. Si pas dokumentacionit, pasurit objekt zhvillimi përfshin vetëm prona private. Të gjitha rezultojnë në pronësi të shoqërisë Albania Land Development. Ndërsa, struktura e pronësisë së shoqërisë, shoqëria Albania Land Development, ka si ortak vetëm shoqërinë Sazan Holding. Tani, edhe njerë, e thash më parë, një çmenduri totale ajo futja e urrëties për ebrejt dhe shfrytëzimi i dhimbjes gazës nga ata që i thon vetes musliman, po janë pa din dhe pa iman. Duke ju thënë shqiptarëve që po vinë izraelitët të marrin tokën, ju thash që aty janë ata që dim dhe janë dy bashkëpronarët e kompanisë
Power Holding, nga Katari, një nga fuqit më të mëdha të lindjes mesme, një holding që zotron kompani në fushat ndryshme dhe që portofolin e turizmit e ka ndër më të shkëlqyerit në botë. Futuni, klikoni powerholding.com. Shkoni tek kompania Assets, që është dhe pjesë prap këtu e regjistruar, dhe do shikoni se kush po vjen në Shqipëri të shkatroj mjedisin, të vrasi pelikanët dhe të sjellë palestinezët. Dhe po ju them dhe këtë, sot që flasëm, investitorët kanë marrëveshje me Aman Hotel, Cheval Blanc, është brandi më ekskluziv sot, i cili është në Paris, është në Venecia, do vitet në Vlorë. Nëse së bashku do t'ja u sigurojmë mirëseardhjen. Nëse do vazhdoni dhe ca ditë kështu, atëherë e di çfarë do ndodhi? Do ndodhi tragedia e Porto of Montenegros, po në përmasa të kësaj kohe. Porto of Montenegro, që bëri fatin e Malit Zi, u ndërtua nga dikush që u sorollat nëpër Shqipëri me vite. Dhe e hidhnin dhe e prisnin. Donte të bënte portin e Durrësit dhe vajtin Malit Zi, dhe sot Mali Zi i ka pagat më të larta dhe të ardhurat për frymë më të larta në këtë rajon, fal atyre investimeve që nuk pati frikë t'i bëj dhe që nuk ja u vuri shkelmin fyt natyrisht investitorëve. Çfarë do zgjedhim? Do zgjedhim të rrim ta shikojmë akoma Malin e Zi nga mbrapa, apo do zgjedhim që ta parakalojmë edhe Malin e Zi dhe të tjerët që janë të shqetësuar për këtë projekt? Si do ta bëjmë të zgjedhje? Është zgjedhja juaj. Ma thoni dhe unë adaptohem, se unë jam këtu me votën tuaj. Thash dhe më parë, i duroj të gjitha ato që më thonë perversët që për fat keq kanë rënë të jenë kundërshtar të kësaj partie dhe të mit personalisht, po i duroj jo se i pranoj. Duroj dhunë mbi kockat e Timeti, duroj dhunë mbi fytyrën e gruas time dhe të fëmijëve të mi, po sepse mendoj që jam këtu për ju dhe me ju. Nëse dhe ju mendoni si ata, ma thoni dhe vazhdoni me çdo tjetër që ju dëshironi. Po unë këtu nuk rri të vegjetoj. O do ta bëjmë Shqipërinë me atë vizion për të cilin keni mbështetur, ose më thoni që keni një vizion tjetër dhe doni të shkoni me Sazo Gurin dhe me Arlindo Dritgjatin. Jam okay. Por shikoni powerholding.com dhe mos harroni një gjë, që nëse ne harrojmë që rolin kryesor që kemi në këtë proces dhe rolin kryesor që kemi ne si Shqipëri dhe si shqiptar për ta bërë Shqipërinë ashtu siç duam, është të krijojmë klimën e duhur dhe të krijojmë mikpritjen e duhur për investitorët, dhe nëse këta investitorë largohen, nuk është problemi që nuk do bëhet zvërneci. Problemi është që nuk do vi më njeri për kush e di sa kohë. Se do thonë kur dhe ata nuk e çan dot atje, me ata s'merrim vesh. Këto janë të vërteta që po u them sot siç i ndjej. Mendojini gjërat. Mendojini. O do zgjedhim zhvillimin e qëndrueshëm me investitor të ekselencës,
se nuk e mbarova numrin e brandeve që kanë bërë marrëveshje. Rosewood Hotels, Mandarin Oriental, Atlantis. Atlantis nuk ka ardhur në Europë. Atlantis është vetëm në Dubai. Edhe më duket mos gabohem Kinë. E doni ta sillni në Europë? Silleni në Vlorë. S'doni. Nuk them pa problem, se është problem shumë i madh, por unë me forcë kundër jush nuk jam i interesuar. Me forcë kundër atyre që me forcë na kanë qëndruar përballë ne dhe Shqipërisë, po deri në fund pasi problem. Po me forcë kundër jush jo. Që t'ju shofun juve, që të shkoni mbas Berihajt, të Fatos Lubonjës, që jeton me makthin e mafjes që kur u nda nga unë nuk e pranoj dot. Respekt për atë si person, respekt për vuajtjet e tij të mëparshme, por mafjen që ai më tregon mua, ma tregon sepse është njësoj si ata që i tregonin atij armikun e popullit. Njësoj. E njëjta gjë. Doni? Aty e keni dhe ato. Këtë doni. Që mos them dhe ata tjerë që rinë tani të fshehur se shthon inshallah tani, po qohen ata që e kanë mbështetur Edi Ramën, edhe po shkojnë pas Berihajt se ne nuk e mundim dot. Mua nuk ka nevojë të më mundni, miqtë mi. Ju jo. Ju jo. Mua nuk ka nevojë të më mundni fare. Unë nuk e kam me ju betejën. Unë betejën e kam bashkë me ju. Dhe çfarë niveli e duam Shqipërinë është pyetja që duhet bëjmë përballë këtij projekti. Ndërkohë që siç u thash, projekti akoma nuk është dorëzuar. Studimi mjedisor akoma nuk është bërë. Patjetër që do t'i shohim kur të vinë dhe do t'i ekspozojmë dhe do kuptojmë të gjithë se çfarë po bëhet. Por unë po them që me që më kam parë syt nga çfarë po bëjnë ata njerëz, është diçka që në Europë dhe në Mesdhe nuk është. Po pse duhet të rrim ne të shikojmë me zili Greqinë për Costa Navarino? Costa Navarino ç'a ishte? Ç'a ishte Costa Navarino? A ishte zonë e mbrojtur? Apo s'ishte? Nuk e di në çfarë kategorie. E keni parë ç'a është Costa Navarino sot? Krenaria e turizmit grek. Pse duhet ne të shikojmë me zili Greqinë për Costa Navarinon apo për të tjera gjëra? Me admirim po e shikoj Greqinë patjetër. Po me zili pse? Pse duhet të shikojmë ne me zili Malezi? Zveti Stefan ç'a ishte? Ç'a është Zveti Stefan? Monument kulture i kategorisë parë absolut. Pse është bërë hotel më zotri? Po Kroacinë pse duhet ta shikojmë ne me zili? Dubrovniku ç'a është Dubrovniku? E të tjera e të tjera. Mund të konkurrojmë ne, duam të konkurrojmë ne me këta. Nëse nuk duam të konkurrojmë dhe duam të rrim te turizmi i masës me bukë me vete që prodhojnë mbetje më shumë se sa që sjellin të ardhura, kjo është një zgjedhje që mund ta bëni, jo me mua. Me mua jo. Turizmi i masës na është dashur në këtë fazë sepse është turizmi i ambasadorëve. Të gjithë ata janë ambasadorët tanë që shkojnë kudo dhe thonë sa e bukur është Shqipëria. Tani ne na duhet turizmi i klasit që të na sjelli shumë para, jo për mua, jo për mua. O Fatos, jo për mua. Se unë jam i informuar që unë kam qenë i vogël që
pa sa do të besosh në Zot, dhe më ka informuar një njeri që besonte shumë në Zot, që ishte gjysha ime, sa do të besosh në Zot, mos harro që një ditë do ikësh nga kjo botë dhe atje s'ka as cash, as karta krediti më pas, mësova që ekzistonin, as rroba, as gjë. Jam informuar. Ashtu si kundër jam informuar nga i matë që e vetmja gjë që vlen është çfarë mbrapa për kujtim. Unë kujtim përfundimtar, turizmin e masës, nuk e lë dot si pjesë misionit tim. Unë dua të lë gjërat cilat bashkë me ju t'i bëjnë të mundura dhe t'jenë krenar në gjenerata fëmijët tanë. Dhe të vinë të gjithë dhe të na kenë nezili. Pse ti kemi nezili ata? U shqetësuan gazetat greke se po dëmtohet mjedisi në Zvërnec. Po pagat si do i rrisim ne më shumë? Na duhet të arrisim prodhimin e brendshëm apo jo? Na duhet të arrisim prodhimin e përgjithshëm kombëtar. E kemi rritur goxha. E kemi pasur më pak se 10 miliardë, kemi qenë 27, unë duhet ta çojmë 35 deri në fund të dekadës. E dini sa e impakton prodhimin e përgjithshëm ky investim? Llogariteni vetë, ne e kemi 27 miliardë. 4 miliardë është investimi. Dhe nuk është vetëm vlera që krijohet nga investimi vetë. Po janë gjithë ato që vinë mbrapa, 10.000 të punësuar, jo të punësuar tek Mihali i Porto Palermos. Doni turizmin e Mihalit? Se kam dëgjuar ca që thonë, mos japin tuajve ne, le ta bëjmë vetë ata aty të aranxhohen vetë. Mihalin doni? Ha? Unë them jo. Se e kemi bërë zgjedhjen që të jemi aktor në një arenë ku s'jemi vetëm. Ishim ne, vetëm ishim. E kishim të mbrojtur të gjithë Bregdetin. Edhe nga vetja e kishim mbrojtur. Madje e kishim mbrojtur dhe detin deri në një distancë caktuar. Po bujqësinë si do ta mbështesim, si do të ndihmojmë ne? E dini sa ushqim duhet për këto investime? Po ku do t'i marrin ata? Ndërkohë që shikoni powerholding.com është holdingu që ka kompaninë më të madhe të agro ushqimit dhe biznesit në lindjen e mesme. Dhe një nga pjesët e planit është stimulimi dhe lidhja e marrëdhënieve me fermerët për të dhënë ushqimin bio të Shqipërisë, se për të marrë ushqimin e Greqisë shkojnë në Greqi, ose në Itali, ose për të dhënë ushqimin bio të fermerëve tanë. E kuptoni se çfarë lloj fabrike ndërtohet atje për ekonominë tonë? Se nuk është vetëm do vinë ta marrin tuaj, çfarë do marrin tuaj? Kë do marrin detin? Jo, do ta pastrojnë. Laguna është në pikë të hallit, por nuk ju intereson ambientalistëve. Është në pikë të hallit. Do pastrohet. Prandaj po bëhet gjithë ajo punë me inxhinier mjedisi. Do shtohen breza të tërë, pemësh, rëre, ishuj të vegjël. Është diçka krejt tjetër. Lërini të mbarojnë punën. Pastaj gjykoni. Kështu jemi prapë, s'ka problem. Nëse s'do ju pëlqej projekti, shkoni edhe merrni me guna për mbitela. Guna dhe aty janë. Dhe në fund fare, dua të them që ne nuk mund ta lëmë këtë debat të bëhet një debat për një kompani private, hajvanësh të sigurisë që na morën fytyrën të gjithëve si vend në fakt.
edhe pse unë nuk do isha aq i lumtur kur I shikoja ato pamje që I shpërndan bota, se për botën është bukur shumë që ti na tregoj ne si këta janë ata të vërtetët. Po këtë nuk e marrin parasysh këta manipulatorët tuaj. Ky s'është debat as për kompaninë. Ky s'është debat as për shefjet Kastradën, që të jemi të qartë. Fare. Ky është debat për Shqipërinë dhe për çfarë Shqipërie duam nesër, dhe kaq e thjeshtë është gjëja. A e mbajmë dot sfidën e një gjëje të madhe? Patjetër që është një projekt I madh, ka rrisjet e veta. A jemi të gatshëm që të punojmë për këtë, duke I mitiguar të gjitha rrisjet edhe duke bërë më të bukurën për atë vend, për vendin ton, për popullin ton, për fëmijët tanë? Kjo është sfida jonë dhe për këtë duhet të angazhohemi. Është kollaj të bësh të kundërtën. Nuk kemi ne asnjë luftë dhe asnjë dilemë lidhur me ata që protestojnë, me ju që po ju drejtohem gjatë gjithë kohës, dhe me ju nuk kam parasysh gjithë ata që protestojnë. S'kam parasysh Fatos Lubonjën. Shera parë që ja përmend emrin për shumë vitesh. Po e kam pasur mik, edhe më vjen keq për të. Por me thënë drejtën, më vjen keq edhe për ju që të shkoni pas tij. Sepse është e pavërtet. Është tërësisht e pavërtet. Siç ju thash. Por unë ju mirë kuptoj edhe një herë për ta mbyllur, edhe unë do kisha bërë të njëjtën gjë, sikur mos dija të gjitha këto gjëra që ju thash një nga një. Dhe mos çohet njëri të më thotë që pse nuk na I keni thënë më parë, sepse e para kemi thënë që po bëhet një projekt, por nuk e kemi projektin. S'është bërë gati akoma. Nuk e kemi studimin mjedisor, s'ka ardhur akoma. Ndërkohë që Ministria e Mjedisit, përpara, jo tani që ndodhen këto, por përpara ka nxjerrë dhe një urdhëres për të bërë punën e vet dhe për të marrë vendimin lidhur me impaktin mjedisor dhe për të dhënë të gjithë porositë e duhura në rast se investimi të shkojë përpara. Çfarë duhet të thoshim ne përpara? Ai ishte projekt privat. Për Sazanin po. Kemi ne detyrë t'ju informojmë rregullisht kur të kemi informacion. Dhe nuk mund të bëhet një gardh shumë I shëmtuar, një akt skandaloz I një roje sigurie, pleshti që djeg gjithë Jorganin. Kompania e mori dënimin e vet, të plot, ata që vun telat me gjëmba do ta paguajnë gjobën e tyre të plot, dhe ne duhet të vazhdojmë përpara dhe të shikojmë hap pas hapi zhvillimin e projektit. Dhe mos e harroni asnjëherë, ditën që do të më shkonte në mendje t'ju tradhtoja, do largohesha kokulur dhe nuk do rija më këtu. Kaq kisha unë tani, ndajeni mendjen, si doni të vazhdojmë. Faleminderit mediat